Mirë, pavarësisht se kush e bën këtë profesion dhe cilat janë profesionet e tyre të para, ekonomisti, juristi, gazetari, sociologu, psikologu etj. Dhe këtu ka palë që bien dakord dhe palë që nuk bien dakord, ka një gjë të mirë i gjithë procesin, që ruan të dhënat, Bruna, në rastin e konflikteve, kur jemi persona të njohur, por jo vetëm Xhanën, nëse vendimet e gjykatave shpallen në faqen e gjykatës, ndonjëherë për të reabilituar personin edhe në vendet e tyre të banimit apo të punës, këtu, me ndërmjetësim, çdo gjë fillon dhe mbaron aty. Si ndikon e gjitha kjo tek palët në konflikt, për të cilat tashmë nuk po merret vesh se çfarë ka ndodhur, Edhe kjo është një pjesë aspekt pozitiv i ndërmjetësimit, do të thoja, se ruajt e konfidencialitetit jo vetëm në ndërmjetësim, po themi në gjitha profesionet, ashtu sikur se përfshihet profesioni e psikologut, është një çështje shumë e rëndësishme, është çështje etike, dhe e dyta është e siguron klientin për faktin që dikush tjetër përveç se ati nuk do ta marrë vesh këtë konflikt, sepse edhe kjo ka dëmet dhe pasojat e veta në aspektin psikologjik. Kuj duhet të sqarojë të gjithë njerëzit e tjerë që marrin vesh informacione nga seancat e ndërmjetësimit dhe ti trajtoj ato pastaj në një konflikt tjetër, se mund të dalë edhe një konflikt pas konflikti. Kjo është pozitive, do të thoja. Pozitive tjetër është edhe fakti i kozgjatjes, të thotë që jo më shumë se 4 muaj do të zgjasin seancat e ndërmjetësimit, se të kundërt palët drejtohen më pas. Pse kështu është? Me kohë fikse? Të paktën tek inserti kështu parashit. Nga gjykata. Në mënyrë që mos të bëhet shkak për zgjatjet pafund të proceseve gjyqësore. Shikoj që ta gjeta në momentin ku ta korrigjosh pak insertin. Në rastin kur palët mund ta përdorin ndërmjetësimin për të bërë shkak për shtyrje të pafundme dhe zgjatjet procesit gjyqësor, mund të kërkojnë zgjidhjen e ndërmjetësimit dhe gjykata i referon ato. Në këto raste, ligji detyron ndërmjetësin dhe gjykatën që mos ta zgjas këtë periudhë më tej 4 muajsh, në mënyrë që pala mos ta përdor atë për të bërë shkak zgjatjes procesesh pafund. Në fakt, a mund të flasim ne për parime konfidencialiteti për një mosmarrveshje e Glend, e cila ka marrë për masa. Nëse unë kam një konflikt të pazgjitur me ju, këtë e di, familja ime, shoqëria ime, miqësia ime, gjitha këto me radhë. Do të thënë, nuk është se fillon dhe nisë mbaron me ne. Po kjo është zgjidhje personale, nuk është se... Jo, por e din vetëm ata. Nëse do shkosh në gjykatë, e di gjithë Shqipëria, e di gjithë bota. Mjafton të hyjë faqja e gjykatës Tiranës, dhe aty ka të gjitha çështjet janë të afishuara. Që në momentin, çfarë ka ndodhur, kozgjatja, kur njëri avokat kërkoi gjithë procesi. Ndërsa ndërmjetësim, konfidencialiteti është taksativ, është detyrues për ndërmjetësin dhe asnjë nga palët dhe as ndërmjetësi çka thuhet në atë proces të ndërmjetësimi dhe çka mund të jetë arritur gjatë procesit të ndërmjetësimit, por që nuk është firmosëmarrveshja, nuk mund ta përdorin si arsyetim, si arsye, si provë në gjykatë nesër. Dhe ky është detyrim ligjor i përcaktuar qartë dhe pastër në ligj. Jo vetëm ndërmjetësi, edhe vetë palët, se vetë palët mund shkojnë gjykatë dhe thonë, po djo, ky më tha mua që ky është dakord të më japi mua pjesën e shtëpisë në seancën e ndërmjetësimit. Ajo është 0, 0. Sepse nëse mua si ndërmjetës më thrasin, më thot gjykatësi që lutem ma konfirmo që e ka thënë, unë t'i them s'di gjë, ose nuk dua ta them. Mbron ligji, pra është pjesë i ligjit. Më detyron ligji që mos të ta them. Është pjesë e etikës profesionale, do thoya. Unë desha të thoya një diçka tjetër. Jam me mendim tjetër në lidhje me këtë. Bërja e çështjeve publike, civile, edhe penale, ndihmon shumë palë të tjera. Për shembull, një proces gjyqësor civil mund të ndërhyjnë palë dytësore dhe palë kryesore. Pra, në një proces civil ku janë 2 palë paditës i paditur, mund të ndërhyjë dhe një person tjetër që e shikon që e bën publike, merr vesh në një mënyrë tjetër, shkon në gjykatë dhe thotë unë duhet të ndërhyj si palë kryesore dhe atë diçka që kërkohet në këtë proces e dua unë për veten time. S'është pengesë. Edhe një palë tjetër që mund të jetë interesuar, palë e tretë, mund të hyjë në proces. Në një proces ndërmjetësimi që nuk është publik, ku do ta marrë vesh, ku ta gjej atë drejtën e vet nëse ka një të drejtë. Asaj palë nuk i humbet asnjëherë drejta. Marrëveshja rritur midis A-s dhe B-s nuk është pengesë për C-n. Sepse nëse pasojat juridike vinë për anë dhe për B-n dhe gjejnë pasqyrim në gjithë institucionet ku përbën konflikt,
në ZRPP apo në gjendje civile apo diku. A mund ta ilustroj me një shembull të vogël? Jemi 3 veta, do të thënë 2 po arrin në marrëveshje për të ndarë një pronë. Ndërkohë pretendon dhe një person i tretë, që mund të jetë vllai, motra, ku diun se kush, dhe pastaj do duhet të hyhet në një marrëveshje ndërmjetësuese ne të dy, çfarë duhet t'i ofrojmë këtij të treti. Kështu këtë po thoni? Jo, ideja marrëveshja prezumon që midis 2 palëve, sepse kur ka marrëveshje ndërmjetësimi, në mënyrë klasike janë 2 palë. Që ne në si kas juridik i themi A-ja dhe B-ja. A-ja dhe B-ja vendosim për një pronë të caktuar, për një konflikt gjyqësor, për edhe vëm pronë që ne shqiptarët e kemi çik më të dukshme, bijem dakord që prona në konflikt mos shkojmë gjykat, ta zgjidhim midis nesh në 1% që ata bien dakord. Dhe kjo marrëveshje gjen pasqyrim pranë ZVRPP-s dhe prona regjistrohet në emrin të secili në përqindjen respektive. Pyetja që shtrohet, sipas marrëveshjes, pyetja që shtrohet personi tjetër që e quajmë C, ka interesa dhe si mbrohet në kjo marrëveshje. Këtë po thuaj edhe unë. Edhe unë në rastet e tilla mjetet ligjore janë pafundme. Nëse C-ja do jetë pjesë e marrëveshjes, okej, por nëse nuk ka dini për këtë marrëveshje, bërë ndërmjetësuesve, e godet të marrëveshjen në gjykat. Okej. Akti përfundimtar që ndërmjetësi nxjerr është akt publik. Mos të harrojmë që funksioni i ndërmjetësit në kuptimin e tij është një funksion publik. Sepse në fund të fundit profesion i lirë, një lloj si profesion i lirë. Është një profesion i lirë. Por te një akt marrëveshje e cila në përfundim kjo akt marrëveshje është publike, se do të regjistrohet në institucionet përkatëse të tjera. Po edhe kish idenë si mbrohet mirë 2 veta arritën marrëveshjen. Në një moment të caktuar, nëse është i cënuar, nuk pengohet asnjëherë të paraqes pretendimet e tij. Pa e bërë shumë leksione rasti, do shta edhe për shkak profesionit, flasë konkretisht. A-ja dhe B-ja bën marrëveshjen për tavolinën, sent, që është objekt konflikti, dhe u zgjidh. C-ja si mbrohet. Në aspektin ligjor të ndërmjetësuesit, C-ja nuk ka asnjë mundësi, por merr aktin tuaj, po i quaj unë, dhe shkon e godet në gjykat për atë pjesë ai pretendon. Ose shkon ke ndërmjetësi ta zgjidhja aty. Por para se të shkoj në gjykat, absolutisht do marrë aktin publik që është finalizuar pranë një zyrë notariale, merr këtë akt dhe patjetër ndërmjetësuesi mund të vazhdoj të bëj profesionin, pa shkuar në gjyq. Prit, se kam pyetjen tjetër. Po ju thatë që një marrëveshje e arritur në fund, nuk ka mundësim pas. Ka. Për palët që nuk janë pjesë e marrëveshjes, për palët e tjera, C-ja, që nuk ka qenë pjesë e marrëveshjes, në çdo moment mund ta godas gjyqësisht, por edhe me marrëveshje. Dhe askush nuk e pengon. Midis palëve që kanë në marrëveshje, ajo është e pa revokueshme. Prandaj pasojat juridike se marrëveshje janë shumë të rënda, shumë të forta dhe të pakthyeshme. Këtu nuk dua të ridal sërish tek ajo që unë pretendoj, por mbajtja në marrëveshje përveç ndërmjetësuesve që janë, për mua ndërmjetësuesi ka një udhëtim të veçantë që se ka dhe avokati. Dhe po e them se shoh që po im shohim shumë profesionin tim. Personi që ulën në tavolinë 2 veta, më para ka qenë zakon popullor, ishin njerëz të specializuar se bepçini quajnë për fshatra për qytete. E bëjnë sot. Ata ishin ose personave që ishin të aftë të lidhin edhe çifte të martesë. Edhe këta kanë patë dhunti të caktuara që i bindin njerëz, ishin persona me integritet, persona që u este fjala me influencë në zona apo në rrethin e tyre shoqëror dhe i çonte palët në marrëveshje. Po edhe të ndërgjeshëm, pra palët edhe pse ishin konflikt, personit i cili organizonte takimin apo marrëveshjen i besonin verbazi. Dhe ka pas shembull, nuk është rasti i parë. Edhe ndërmjetësuesi këtë e ka të veçantë nga avokati mendojnë, e ka më të zhvilluar dhe fakti që çon 2 palë në zgjidhje pa shkuar në gjyq absolutisht është Për këtë arsye, në ligj është përcaktuar shprehimisht minimumi 20 ditë trajnim në vit për ndërmjetësit e licencuar. Ka përshtypjen duhet të ftoni dhe avokat aty. Duhet të ftoni dhe më shumë avokat trajnimi. Patjetër, jo kishte absolutisht. Këtë herën e fundit të trajnimit kishin disa avokat, por janë të brumosur me faktin, me ligjin, me nenin. Janë të brumosur. Kjo vjen për shkak edhe për shkakun e profesionit. Ne i besojmë gjykatës. Është sëmundje profesionale. I besojmë zgjidhje gjyqësisht sepse palët në profesionin tonë shpesh na kanë zgënjur. Marrëveshje, kemi lënë datë, kemi shkuar kemi pirë kafe, se shqiptarët mund të parë zgjidhjen në kafe. Pastaj shkojmë te zyra, kur shkojmë te zyra avokati fillojnë të cedojnë nga pak, por kur shkojmë te noteri janë 100% ndryshuar. Bëri marrëveshje të cilat nuk respektoheshin.
Kurse ligji juaj është absolutisht u jep fuqi dhe për këtë pikë ju keni autoritet plot. Duhet specifikuar dhe kjo pjesa, do të thënë shkojnë jam mësuar atë që thotë avokati, shkojnë i bëjnë këto marrëveshjet ke noteri. Dhe përsëri ajo nuk është e implementueshme. Do të thënë nuk ka atë tagrin e titullit ekzekutiv. Jo, e ka. Me ndërmjetësim, çdo marrëveshje midis palëve janë në dëshirën e palë mund t'i japin dhe e quajnë një kontratë huaje për shkak të ligjit është titull ekzekutiv. Për shkak të ligjit dhe njeh 705 kodit civile vijues. Që s'parashikon interes. Po. Por tek ju edhe pa e shprehur në mënyrë taksative është titull ekzekutiv, ajo është për shkak të ligjit. Po. Ky është mendoj unë. Edhe marrëveshjet që kemi bërë ne. Po. Pa e cënuar. Ka pas shumë raste kur palët nuk i kanë dhënë formën pra titullin e famshëm ekzekutiv dhe kjo marrëveshje e cila nuk respektoi detyroj vetëm me vendim gjykate të arrijnë marrëveshje. Kurse me ndërmjetësuesit kjo është lehtësi shumë e madhe. Shiko, se po jemi duke folur në televizion publike dhe gati na duket sikur flasim për Tiranën, në kuptoj që ne jetojmë në një Tiranë gjithnjë më të madhe dhe në një Shqipëri gjithnjë më të vogël, po puna është se si mund të kemi ne akses në këtë shërbim? Domethënë në Tiranë e kuptova. Po një në Puk, në Krujë, në Shkodër, në Korçë, në Vlorë, në atëherë me the dhe vetë pak më parë, dhoma nuk është, do të nuk ka hapur dhomat vendore, për këtë arsye ne vazhdojmë trajnimet vazhdimisht. Trajnimet e radhës fillojnë datum 10 dhe pastaj pas 2 javësh dhe kështu në vazhdimsi. Sa më tepër njerëz të kenë mundësi të marrin pak nga ajo mendësia e ndërmjetësimit, aq më mirë do jetë. Sot janë rreth 186 vetë licencuar nga Ministria e Drejtësisë. Pse të mos bëhen 1000, është treg i lirë, është profesion i lirë, nesër nëse këta janë të paaft, absolutisht nuk do punojnë. Se në fund fare, ndërmjetësit të gjithë paguhen dhe kjo është një nga kriteret, një nga detyrimet që ndërmjetësit duhet bëjë që në fillim fare, që në fillimin e procesit ku ulen dy palët, tu thotë se cila është tarife e tij dhe si e nisa i tarifën dhe kush e paguan tarifën. Dhe kjo është pavarësia. Dhe për çfarë, po nëse nuk arrihet marrëveshja? Atëherë do paguhet për hapjen e dosjes. Unë tarifat administrative të caktuar, tarifat administrative të çështjes, që do të thotë shpenzimi i kohës e tjera me radhë. Por në fakt, pra nuk ka një çmim fiks i cili garanton arritjen e marrëveshjes. Jo. Njerëzit ndërmjetësit paguhen për kohën që ata shpenzojnë. Njerëzit paguhen për kohën që ata shpenzojnë dhe për çështjet që arrijnë të zgjidhen me sukses, atëherë është ajo sukses fee, domethënë tarifa e suksesit që përcaktohet në marrëveshje ndërmjet palëve dhe ndërmjetësit që në fillim. Ka çmime të përcaktuara ky shërbim? Si është për shembull çmimi te noteri që ti e di? Nuk i ka çmimet e përcaktuara si çmimet e noterit. Çmimet që përcaktojnë ndërmjetësit sot janë çmimet të cilat i ka përcaktuar tregu, pra nevoja, oferta dhe kërkesa. Nuk ka një tabel tarifash të miratuara nga Ministria e Drejtësisë siç e ka për shembull noteri. Por për çështjet dhe avokatia që ka një tarifë minimale për atë që nuk e kemi marrëveshje. Po, tarif pas marrëveshja është e lirë midis palëve për marrëveshje por ka një tarif dysheme. Ka një referencë, dhe ajo nuk parashikon të vëshën. Ndërmjetësi nuk e ka as të tarifën dysheme për procesin që ai ndjek gjatë procesit ndërmjetësimit. E si varion këto çmimet edhe ma ilustro Loren me rast, domethënë me shembull, një çështje që lidhet me pronën, nis nga kaq lekë dhe përfundon në kaq. Atëherë, praktikat që unë personalisht ndjek në rastet e konflikteve tregtare është tarifa e seancave të ndërmjetësimit, në varësi të masës seancave ndërmjetësimit që nevojitet të kryen, mund të kryen 5, 6, 1 seancë ndërmjetësimi, dhe në qoftë se arrihet në një marrëveshje, atëherë marrëveshja ka një përqindje shumë të ulët të caktuar në varësi të marrëveshjes që arrihet dhe që është rënë dakord me palët fillimisht. Që do të thotë në qoftë se në gjykat ne duhet paguajmë 1% detyrimisht shpenzim gjyqësor për një konflikt gjyqësor me një vlerë të caktuar, taksë e ministrisë, që është taksa e caktuar, te ndërmjetësi, kjo duhet paguhet vetëm nëse arrihet një marrëveshje, ndërsa në qoftë se nuk arrihet një marrëveshje, paguhen vetëm ato tarifat konkretisht. Atëherë, një konflikti më i fundit që unë pata,
dhe u zgjidh me sukses me ndërmjetësim, ishin zgjidhjet e pasojave të një bashkëtese shumë të gjatë. Një çift kishte një fëmijë të vogël nga kjo bashkëtesë, kishin një apartament që kishin pasur nga kjo bashkëtesë e tjera me radhë, dhe konflikti që ishte për t'u zgjidhur në këtë rast ishte kush do të merrte kujdestarinë e fëmijës, si do të ndaj ky apartament apo në Kanë ndryshim të pamartuar, pra jo divorc. Të pamartuar, vetëm bashkëtonin. Dhe ky rast u zgjidh me ndërmjetësim, duke pranuar njëri nga bashkëshortët që të paguaj qeran e apartamentit bashkëshortit tjetër, bashkëshorti tjetër pranoi që t'i lë të gjithë apartamentin bashkëshortit tjetër në ato termat e tyre që do takonin fëmijët në këtë mënyrë, do kishte kujdestarinë e fëmijës njëri apo tjetri, dhe kjo i kushtoi atyre 50.000 lekë të reja. Do të thënë, e gjithë kjo procedurë, që do të thotë në krahasim me shpenzimet që do të kishte pasur ky çift në gjykat apo këta dy individ në gjykat, është të paktën 1/6 e çmimit që do të kishte harxuar në gjykat. Se do të kishte psikologun që do kishte vendosur për fëmijët, do kishte tarifën që do paguhet në gjykat, tarifën e avokatit, po mund të shkonte deri në gjykatë e apelit, e mund të kthehej përsëri e tjera me radhë, plus dhuna psikologjike që do të ndjehej nga fëmia gjatë këtij procesi i cili do shkonte detyrimisht në gjykatë. Jam kurioze të di brenda këtij procesi. Ju la pa punë, bruna, jo mëkatët po. Ideja është kam përshtypjen që shpenzimet financiare ose pagesa financiare e njerëzve që zgjedhin ndërmjetësuesin është deri diku e njëjtë me shpenzimet avokatore. Ajo çka fitohet me ndërmjetësim është koha. Dhe koha. Pjesa e kohës. Më e rëndësishme koha. Koha dhe marrëdhënia nëse në këtë rastin konkret kishte prezencën e psikologut ose Jo, absolutisht. Do të thotë që për ju nuk shihet e rëndësishme, sepse mua më duket interesi më i lartë i fëmijës, se më duket se kështu është, ne kemi këtë, interesi më i lartë i fëmijës. Interesi më i lartë i fëmijës, në qoftë se pretendohet në një moment të dytë që është cënuar, atë e vërteton gjykata. Në qoftë se palët ndërmjet njëri tjetrit. Se janë të pamartuar. Janë të pamartuar. Edhe nëse në këtë rast të mendosh që palët marrin Një martesi jashtë martesës njësoj trajtohen. Po në gjykatë shkohet për kujdestarinë. Po në gjykatë shkohet edhe ligji sot për psikologu është i detyrueshëm, pavarësisht nga atë që i orientojnë palët. Në procesin gjyqësor. Dhe mendoj që ka një rol të rëndësishëm, do të thoya, aq më tepër kur bëhet fjalë për minoren, edhe një avokat apo një ekonomist, nëse marrim ndërmjetësuese, nuk mundet ta di shumë mirë aspektin e ndikimit që mund të bëjë ndarja e prindërve të tij në ndërmjetësimin i jep të drejtën palëve që nëse shikojnë të arsyeshme, ata mund të marrin ekspert të fushave ndryshme në procesin e ndërmjetësimit. Prap konkrete. Që do të thotë nëse ky çift do të kishte dëshiruar. Ti fëmijë mund të jepet kujdestaria nga një baba i cili vjen në mënyrë të vazhdueshme në gjendje të dehur në shtëpi, ose ndaj një nëne e cila, ku diun, kalon një orë me të fëmijën dhe 23 orë jashtë. Këtu e kishim ne. Pra si e vlerësoni ju në rastin konkret riskun përballë një rasti si ky? Atëherë Mbi çfarë të dhënash? Risku përballë një rasti si ky është Ne që e morëm si shembull, ë? Ligji në fakt e detyron ndërmjetësin që nëse shikon një situatë të tillë mund të bëjë edhe një kallëzim penal. Jo mund të, po është detyruar të bëjë edhe kallëzim penal, sepse nëse një prind keq trajton fëmijën, kalojmë në një tjetër situatë. Ndërsa nëse jemi në një situatë normale ku prindit i vetmi konflikt që kanë është thjesht ndarja e apartamentit dhe thjesht ndarja fizike, domethënë nuk duan të jetojnë më me njëri tjetrin, dhe ata të dy me vullnetin e tyre qartësisht e tregojnë që e kanë mundësinë dhe ekonomike dhe financiare dhe mënyra se si ata e bëjnë këtë ndarje me njëri tjetrin është e qartë që nuk ka pse të ketë një dyshim të tillë. Nuk ka luftë për të marrë fëmijën. Pse mund të ketë një dyshim të tillë? Nuk ka luftë për të marrë fëmijën. Jo, nuk ka arsye pse të ketë një dyshim të tillë. Në rastet kur ndërmjetësi e shikon që ka një arsye të kesh një dyshim të tillë, pra që interesi i fëmijës është duke u cënuar, atëherë ndërmjetësi absolutisht në atë moment nuk e pengon asnjë gjë që ta ndërpres seancën e ndërmjetësimit. Dhe në një marrëveshje ndërmjetësimi të tillë, prindrit firmosin dhe për marrëdhënien e tyre, por edhe për atë që marrin përsipër për drejtat dhe detyrimet e fëmijëve. Firmosin 2 herë në atë marrëveshje, në mënyrë se si unë personalisht e bëj. Në mënyrë që ata ta ndjejnë përgjegjësinë që i ngarkon ligji për këtë veprim që ata bëjnë.
Pra të mos i duket kjo formë që marrëveshja ndërmjetësuesit dhe në vijim të çka po thuhet, nuk e pengon asnjë nga palët që kanë rënë dakord për ta zgjidhur konfliktin me marrëveshje, me ndërmjetësim, që nesër dhe kur shef që interesi më i lartë i fëmijës, që ne themi shpesh, cënohet, ti drejtohet sërish ndërmjetësuesit për ta zgjidhur, nëse jo dhe nuk ka pëlqimin e palës tjetër apo ish bashkëshorti në rastin konkret, ti drejtohet gjykatës. Pra ndërmjetësimi nuk është një hap final. Duhet ta mirë përcaktojmë. Ndërmjetësimi është një akt paraprak me pëlqimin e dy palëve. Nëse palët nesër bëhen pishmend apo shohin që janë cënuar interesat kundërta, atakohet në gjyqi. Ai që flet i fundit është gjykata. Por ky si profesion i lirë dhe i ri, absolutisht ka përndrysmuar mjaft njerëz, mjaft raste të cilët e kanë patë të dëshirë dhe e kanë të vullnet për mos shkuar në gjykatë. Por është i atakueshëm. Do të thësi për raste, me përqindje jo nuk na interesojnë shifrat, por në përgjithësi kur dështohet dhe kur ka sukses, a janë, se është profesion i ri në këtë kuptim, ndoshta jo dhe aq i promovuar sa duhet edhe për shkak të kohës së shkurtër që ka, a ka më shumë raste të suksesshme? Me Xhana mund të thoni që ka më shumë raste dështimi, po publicitet e kthehemi në 20 minutat e fundit.